akademia politike, e cila më shumë se sa për të formuar këto deputetët e ri, është një metodë për të treguar që ai jo vetëm kontrollon gjithçka brenda Partisë Socialiste, por i imponon deri në gjenezë në mënyrën se si duhet të sillen deputetët e ri, apo se si lektorët, po themi në thojza lektorët, duhet të japin mësim përpara këtyre deputetëve të ri që në shtator pritet që të futen në parlament. Se ka parlament. fuqinë që t'i bëjnë gjitha këto imponime, ose këto lloj teatrosh politike. Jo vetëm e ka fuqinë, por në një lloj mënyre ai argëtohet me këtë pjesë. Po. Pra, përveç se i kontrollon në gjithçka, ai argëtohet edhe me mënyrën se si ato duhet të sillen. Domethënë, ato duhet të vinë, duhet të marrin një dosje në dorë, duhet të dëgjojnë me vëmendje, si student të mirë para profesorëve. Por më e bukura është që profesorët, në thojza pra profesorët, të cilët tentojnë që të japin eksperiencën e tyre apo të flasin për partinë se si duhet të sillet apo se si deputetët e ri të kenë kontakte me elektoratin që i ka zgjedhur e të tjerë. Domethënë vetë profesorët e mëdhej në fakt janë disa shtojca të kryeministrit Edi Ramës, i cili duke i caktuar në këto detyra apo duke u lënë vendin që ti je këtu dhe ti tjetri këtu, në fakt, po i paralajmëron për të disatën herë, pavarësisht se ato e dinë, që në këtë parti dhe në qeverisje jam unë dhe pastaj jeni ju të tjerët. Aty ku t'ju caktoj unë dhe atë çfarë dua unë. Pra, qartësisht në mandatin e 4 u ka lënë të kuptohet që askush prej tyre nuk mund të dalë nga rruga që zgjedh vetë ai, pra vetë kryeministri. Nga ana tjetër, kemi Partinë Demokratike, e cila në një kaos total, duket sikur më tepër po kërkon kohë për të mbuluar kohën e shkuar, pra për të mbuluar 11 maj, me idenë që t'i shkojë deri në fund, po themi, anës ligjore të procesit post-zgjedhor. Po. Në fakt kjo nuk është nuk sjell asnjë lloj ndryshimi brenda Partisë Demokratike, as në mandate, por as në atë kauzën që ato tentuan të krijojnë, me idenë që në kutitë e votimit, më thonë, kishte manipulime. Në fakt, kjo ishte një gafë për mua e PD-s, sepse ata të parët e kanë të qartë që manipulimi nuk bëhet kaq i trash. Për më tepër që kodi zgjedhor e parashikonte që mundësinë e hapjes së kutive të votimit. Dhe në këtë mënyrë subjekti tjetër politik në pushtet nuk do ta linte devijimin e votës në kutitë e votimit, sepse gjithçka që ndodhte ishte pak kohë para fushatës elektorale ose po themi 2-3 ditë para ditës së votimit, gjithçka ishte përcaktuar aty. Ndikimi me administratën, shantazhi, shitblerja e dyshuar e votës, përdorimi i krimit të organizuar, ishin para 11 majit. Dhe ajo çfarë fshihnin kutitë e votimit me 11 maj nuk do ta gjente dot PD-ja tani, domethënë sepse gjithçka ishte e përfunduar. Dhe për mua ishte një lëvizje taktike, politike, jo e duhur nga... Do eci teatri politik që po mundohet të shes PD-ja me këtë idenë e rigjetimimit si ekip, si leadership drejtues, po qoftë edhe si kryetar vetë zoti Berisha nëpërmjet kësaj farsë së idesë se zgjedhjet tu janë vjedhur, sepse zoti Olon Kajlajani në deklarat ka thënë që vjedhjet do ishte nëse do kishte indiferencë 30.000 vota. Po 300.000 vota ka thënë janë një realitet i cili duhet njohur dhe ata janë në absurd fakti që nuk njohin këtë realitet. Dhe madje ka ngilur i zhgënjur për mënyrën se si është drejtuar vota nga strukturat e partisë dhe se si ai pretendon që zoti Arjan Doi ka bërë një padrejtësi në lidhje dhe me votat që i takojnë atij në qarkun e Durrësit. Mua më vjen mirë që qoftë edhe njerëz i vetëm apo disa qoftë edhe individ të tjerë, domethënë po jo aq të zëshëm, e ngren këtë lloj shqetësimi brenda Partisë Demokratike. Sepse
në fakt, përpara se të kërkosh tek kundërshtari, me të drejtë që duhet ta kërkosh, do të kthesh një herë syt nga vetja. Dhe ajo që shifet brenda PD-s, shifet që strukturat e PD-s ose grupime të caktuara, apo qoftë edhe ato lobime, po themi, interesash ekonomike e tjerë, në një lloj mënyre apo në një tjetër, në vend që të bënin fushat, po themi, kundër kundërshtarit politik, bënin fushat brenda partisë së tyre, që ato vota të cilët mendonin që kishin sigurta që ishin të PD-s, ti kanalizonin për një kandidat të caktuar. Në fakt kjo ka ndodhur pothuajse në të gjithë qarqet e Shqipërisë. Dhe aty këtu 2-3 element në një qark, 2-3 element në një tjetër, duket që kanë pasur privilegjin që strukturat drejtuese të partisë apo grupime të tjera, që e thash përfshi edhe biznesin apo të pjesën okulte, të punonin për kandidat të veçantë. Dhe kjo tregon atë që zgjedhjet në Shqipëri, je në opozitë apo je në qeverisje, ka një problematik e cila lidhet me një mendësi, pra me një mentalitet i shtrirë në 3 dekada, që e rëndësishme është që të kesh mbështetjen e grupimeve të caktuara që ndikojnë në votë, dhe jo ti të parashtrosh një program, apo të jesh një individ i cili përfaqëson, po themi, me qëndrimet e tua, me programin tënd, me mënyrën se si e shfaq, përfaqëson një grup të madh zgjedhësish. Pra kjo ka humbur. Sot edhe brenda opozitës janë interesa dhe individ të cilët kanë këto lidhje që deri diku janë okulte, por po themi nuk janë antiligjore, por nuk janë të drejtë. Je i qartë. Dua të them dhe pyetjen e fundit, duke qenë se koha që kemi në dispozicion është drejt përfundimit. Është bërë me dije që ministri i cili po hetohet, paktën në arenën publike, kjo është bërë me dije, është Arbian Mazniku, sepse flitej që SPAK po heton një ministër të kabinetit Rama. Si e shikon veprimin e SPAK-ut mbas procesit zgjedhor, pra qoftë me ekzekutimin e urdhër arresteve për klanin Troplini, qoftë edhe në këtë rast tashmë që kemi dhe një goditje politike të nivelit lartë, pra të zyrtarëve të lartë. Si e shikon, mos është një rilegjitimim i SPAK-ut për shkak sepse task forca e SPAK-ut le të themi që pati një dështim ditën e zgjedhjeve, apo e shikon si një ecuri normale